Ktu qëndron e veçanta e Gjonit, apostullit më të vogël edhe më të dashur në Krishtin. Ai vendos kryet e vet, veshin e vet në krahënorin e Krishtit. Janë gjën të rrahunat, janë një në çdo lloj situate të Krishtit. E kupton? Edhe kjo e ndihmon për me qëndru besnik deri në momentin e fundit. Madhështia e dashnisë është kjo, me afru veshin, me hymë rana dhimbjeve, vujtjeve, situatave, vështirësive, problematikave, me një çdo lloj gjaje, për me kuptu, për me qëndru. Juda nuk e ban kjo gjë, apostujt tjerë nuk e ban kjo gjë, rrin larg e të ftoft, sa ma larg trish, keme gjuku çështjen prej snaltit, prej larg, keme keni ftoft i parësyshëm, por kur qëndron afër, din me kuptu se ku ashtu e që dashnia, atë që don deri në pikën e fundit. Let banna si Gjoni, dim me një gjumë mirë rrahjet e zemrës, sepse aty qëndron misteri i jetës, misteri i madhështisë.